Pse o problem Albulena Agji? Tani, nëse e përcjell karrierën e Albulena Agjiut prej mandatit parë dhe deri sot si deputete, unë flas me kompetencë plot sepse kemi fillu bashkë karrierën politike, domethënë në vitin e njëjtë të dyjat kemi hyrë në Kuvendin e Republikës Kosovës për herë të parë si deputete. Dhe ju e dini shumë mirë sa destruktive ka qenë Albulena Agjiu në Kuvend. Sa manipuluese ka qenë Albulena Agjiu në Kuvend. Dhe unë nuk do ta ngrej asnjëherë dorën për të votuar një kandidat ose një kandidate që me njëherë, 1 minutë pas zgjedhjes së saj, media do t'i pushtonin me titujt u zgjedh deputete e Kuvendit, Albulena Agjiu, pika e ka futur gazin lotësjellës në këtë mënyrë në Kuvend. Sepse do të merren në raportet që kanë qenë gjatë asaj periudhe. Unë nuk do të e votoj Albulena Agjiun, e cila e ka djeg Kuvendin në emër të Astrid Deharit, për zbardhur rastin e Astrid Deharit, dhe me ardhjen e saj në kryet e Ministrisë së Drejtësisë digjen 2 herë provat ose mostrat e Astrid Deharit. Nesër, nëse i has sharra në gozhd për cilin do proces, a do ta djeg pra Albulena Kuvendin? Prandaj, Albulena Agjiu, si personalitet, po mendoj si familje, si person, unë s'kam asgjë me Albulena Agjiun. I uroj gjithat mirat në jetë asaj dhe familjes saj, sepse nuk kam asgjë personale. Politikisht, Albulena Agjiu duhet të ishte karta e fundit për të zgjedhur kryetare Kuvendit. A ki probleme votu dikant tjetër që mund të jetë me kredibilitet edhe ndoshta jo që nuk ka qenë pjesë e qytyne gazit lotësjellës, gjuhës polarizuese. Unë pajtona plotësisht me Partinë Demokratike, domethënë që e kemi qëndrimin se cilin kandidat jashtë kabinetit qeveritar të Albin Kurtit, ne jemi të gatshëm me votu. Do të qëndrojmë rrapa asaj. Sepse unë jam udhëtare e respektimit të institucioneve të vendit dhe ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë së vendit. Nëse Kushtetuta e Republikës Kosovës e thot se kryetari i Kuvendit takon partisë të parë, unë e votoj me bindje të plot. Dhe jam për me ecë përpara. Po nuk mundesh ti me më thirr mu për kompromis e për unitet, e më thon hajde bën çka të tham unë dhe ki me votu ato që ta imponoj unë. Jemi në demokraci. Deputeti nuk e detyron askush me votu. As partia e vet, as lideri i partisë vet. Deputeti i bindet kushtetutës, ligjes Kosovës. Nëse dikujna i ka për borç me i dhënë llogari, është qytetari i Republikës Kosovës që ja ka dhënë besimin. A meriton më shumë edhe do ta kishte votën e ju i gane Shqipe Selimi? Me thonë të drejtën nuk du me përmendem.